Në vitin e ri shkollor 2016-2017 në shkollat e mesme publike të qytetit të Gostivarit do të regjistrohen gjithsej 1904 nxënës në 77 paralele. Afati i parë i regjistrimit do të mbahet nesër dhe pas nesër, pra më 28 dhe 29 qershor 2016. Nga sektori i arsimit i komunës së Gostivarit bëjnë të ditur se numri i vendeve të lira të shpallura nga ana e Ministrisë së Arsimit është i njëjtë si gjatë vitit të kaluar. Përsa u përket kapaciteteve pranuese të të gjitha shkollave në veçanti, shkolla e mesme komunale Gostivar Gjimnazi në vitin e parë do të mund të regjistrojë 476 nxënës në 14 paralele, edhe atë në gjuhën shqipe 306 nxënës në 9 paralele, në gjuhën maqedonase 68 nxënës në 2 paralele dhe në gjuhën turke 102 nxënës në 3 paralele. Pikët e nevojshme për regjistrim në këtë shkollë janë 60. Shkolla e mesme komunale medicinale Gostivar në vitin e parë do të mund të pranojë 272 nxënës në 8 paralele me 70 pikë të nevojshme, edhe atë në drejtimin e infermerisë në gjuhën shqipe 102 nxënës në 3 paralele, në gjuhën maqedonase 68 nxënës në 2 paralele dhe në gjuhën turke 68 nxënës në 3 paralele. Në drejtimin teknik dhëmbësh në gjuhën shqipe do të pranohen 34 nxënës në 1 paralele. Edhe gjatë këtij viti të ri shkollor, më shumë nxënës do të mund të regjistrohen në shkollën e mesme teknike komunale në Gostivar. Në vitin e parë, atje ka kapacitete për të pranuar 714 nxënës të rinj në 21 paralele me nga 30 deri më 50 pikë, edhe atë në drejtimin e makinerisë mund të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele, në drejtimin e elektroteknikës 374 nxënës në 11 paralele, në drejtimin kimi teknologji 34 nxënës në 1 paralele. Në drejtimin ndërtimtari gjeodezi, 68 nxënës në 2 paralele dhe drejtimi i kozmetikës do të pranojë 102 nxënës në 3 paralele. Në shkollën e mesme ekonomike komunale Gostivar, në vitin e parë do të mund të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele me nga 60 pikë, edhe atë në gjuhën shqipe 238 nxënës në 7 paralele, në gjuhën maqedonase 170 nxënës në 5 paralele, në gjuhën turke 34 nxënës në 1 paralele. Pra filloristët tashmë e kanë ndarë mendjen se ku do të vazhdojnë shkollimin e mesëm dhe se ku e shikojnë veten në të ardhmen.